Të nderuar zonja kryetare, të nderuar zotërin deputet, në këtë seancë të fundit të këtij kuvendi, unë dëshiroj të përcjell një mirënjohje të veçantë për dy personalitete, studius të historisë të qytetit të Vlorës dhe jo vetëm. Me dy botime të tyre, të cilat në mendimin tim për vitin 2024 janë nga botimet më të mira të përcjella në qarkun e Vlorës, profesor doktor Bardosh Gaçe dhe studiusi apasionuar historisë Enver Memishaj shënuan emrin e tyre, mendoj unë, në kulturën kombëtare të Shqipërisë. Profesor doktor Bardosh Gaçe përfundoi një punë voluminoze të nisur në vitin 1987 duke hartuar fjalorin enciklopedik të Vlorës. Fjalori enciklopedik i Vlorës, një material poliedrik, kuptohet si që është natyra e fjalorëve të tillë, me 1100 faqe, është një pasqyrë e gjallë dhe e plot e traditës kulturore, zakonore e historike të Vlorës, duke paraqitur kurdoherë këtë visar të Vlorës si pjesë përbërëse të kulturës, historisë të gjithë popullit shqiptar. Në këtë enciklopedi përshkruhet jeta materiale shpirtërore banorëve qysh nga kohët e lashta e deri në ditët e sotme. Lënda e këtij fjalori enciklopedik për Vlorën është parë në reflektim të thellë të ngjarjeve politike, historike e shoqërore të Vlorës, ngjarje në cilën Vlora ka vënë vullën e vet në histori, duke pasur si kriter pasqyrimin me fakte dhe pa anësi të së vërtetës, të fenomeneve dhe proceseve, të jetës dhe luftës për liri e pavarësi. Në mjaft nga këto zërat të enciklopedisë jepen gjurmët e vendbanimeve, lashtësia dhe qytetërimi në bashkësitë lire të kësaj treve. Ushtohen këtu zërave edhe ato zëra që përshkrojnë pasuritë minerale natyrore, monumentet kulturore historike, aspektet më të rëndësishme për fatet historike e shoqërore, jetesa tradicionale, bota e pasur shpirtërore e artistike, zhvilluar në Vlorë, zhvillimet ekonomike e sociale, organizimi shoqëror e shtetëror në vite, si dhe përpjekjet për arsimin shqip, zhvillimet në muzikë, letërsi, arte, kulturë, në sporte, objektet e arkitekturës, botimet e ndryshme, partitë politike e të tjera. Mjaft zëra për zhvillimet ekonomike, ato të zejtarisë, të industrisë, bujqësisë, blegtorisë, e të tjera. Enciklopedia ka një karakter mjaft të gjerë, ka një informacion mjaft të gjerë, të dhëna dhe statistik nxjerrë nga arkivat të Ankaras, të Stambollit, të Napolit, Venetikut, të Romës, Londrës, Vienës, arkiva në cilat, si dhe botimet e vendit tonë dhe ato tuaja, arkivat në këto vende në të cilat studiusi, profesori i njohur Bardosh Gaçe ka qëmtuar si një blet punëtore, si një punëtor i pa lodhur i mendjes, duke plotësuar një porosi që ish kryetari i Akademisë së Shkencave, profesor Alex Buda, përcolli në vitin 1987, kur u përcoll në Shqipëri fjalori enciklopedik shqiptar. Profesori, kryetari i Akademisë Alex Buda, kërkoi që fjalor të tillë enciklopedik të përcillen për të gjitha qytetet, për gjitha qytetet e Shqipërisë, për Korçën, Shkodrën, Vlorën, Tropojën, Shkodrën dhe Durrësin dhe më gjerë. Në këtë mënyrë, profesor Gaçe realizon një detyrë të madhe qytetare, detyrë kulturore dhe historike, do të thoja unë, për rrethin e Vlorës.